أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur xhamat të pranishëm në këtë xhami, i nderuar këshilli i kësaj xhamie, hatib i nderuar, elusë Allahun e madhëshëm që gjithë juve, Allahu që shpërblen me shpërblimet e të mëdha, të begatshme, që na dha mundësi që në këtë ditë prej ditëve të shtrenjta të Ramazanit, të jemi bashkë me ju në këtë shtëpi të Allahut Dhul Xhelal. Edhe njerë e lusë Allahun e madhëshëm që gjithë ata që ishin shkak që ndërtohet kjo xhami, Allahu të shpërblen ata që kanë vdek duke u dhënë grada të larta në xhenet, atyre që janë gjallë duke u dhënë shëndet edhe fund të mirë, atyre që kanë lindë më vonë dhe s'kanë mujtë me qenë pjesë e ndërtimit të kësaj xhamie, Allahu Dhul Xhelal të mundson që edhe ata të jenë pjesëmarrës në punët e khejrit edhe të mira, kudo që kanë mundësi ata me kontribu. 26 vjetë, a ma shumë i ka bo kjo xhami që është ndërtu, edhe une e maj men si sot vitin 2000, kur ka nisë themeli i kësaj xhamie, në cilën xhami kanë marrë pjesë të mëdha të vegjël në vendosjen e themelit të kësaj xhamie. Ato ditë, kush ka qenë gjallë, kush ka marrë pjesë, her pas here ka dyshu, a thu vallë kjo xhami ka më ndërtu. Shumë e madhe. E para dhe dyta, a thu vallë ka mu mush. Shumë e madhe. Elhamdulillah xhamia u ndërtu, edhe elhamdulillah xhamia është mbush. Çka du me thonë me këtë? Se njeriu kur të është para një projektit hajrit, një projektit mirë, nuk duhet me mendu shumë a bohët a zbohët. A mrin as mrin, a përfundon as përfundon, a e gëzojmë as e gëzojmë. Jepe ti kontributin tanë, ndihmo, merr pjesë, tjetrën lënja Rabbul Aleminit, tjetra është e ati. Në të gjitha rastet që na kanë pyetur, na kanë konsultuar xhamati për xhamia ku ka nisë me bo, i kemi thonë nisjani mos e mendoni dy herë. Pse? Se njeri kur po nis me bo shpit vetën, po e nimon Zoti, e po del në kul. E çka mendon ti se kur ta nisësh me ndërtu shpinën e Zotit ki me met në gjysëm? As mos e dysho këtë punë. Po çdo punë e mbar edhe e mirë, sado që është e vështirë, sado që ka pengesa, në fund do shifet rezultati. Edhe andaj, na sot mas 26 vjetëve, e lusim Allahun që ta shpërblen se cilin, edhe atë që ka marrë pjesë drejt për së drejti, edhe atë që ka marrë pjesë indirekt, edhe atë që ka bërë dua, edhe atë që ka ngrit moralin, edhe atë që ka kriju infrastrukturën, edhe atë që ka bërë platformën, edhe atë që ka bërë muhabetin për të mirë, këtë Allah i shpërblen. Që sot elhamdulillah jemi në këtë xhamie dhe e gëzojmë këtë mirësi, duke i kryer këto obligime ndaj Allahut Dhul Xhelal. Në këtë kohë dinamike o vëllazni, ku jeta çdo ditë në mënyrë marramendse ndryshon. Krejt ato adete, zakone, kulturore të kalume, tani për shkak të internetit dhe zhvillimit madh industrial po ndryshojnë. E jeta e fëmijëve tonë është krejtësisht ndryshe për jetës që kemi qenë na e për asë që kanë qenë baballarët e tonë. Po jeta e nipave tonë ka me qenë edhe shumë me ndryshme për asë që kanë e posë fëmijët e tonë. Për shkak të ndryshimit të shpejt. E nëse na, si krye familjar, nuk kujdesemi për këto xhamia që i kemi, dhe nuk insistojmë që t'i mbushim me aktivitete,
ardhmëria e fëmijëve dhe nipave tonë ka me qenë shumë diskutabile, e rrezikume. Edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin kombëtar. Do të thotë lufta bëhet që fëmijët edhe nipat tonë mos mbeten as musliman e as shqiptar. E në këtë rast, xhamia është njëra prej shtyllave që s'mund të ndalet, as të shembet, as të rrëzohet, nëse na e shfrytëzojmë si duhet. Edhe e ngjallim. Andaj prania këtyre bukuroshave këtu në xhami është përgëzim për këtë xhamat. Edhe përderisa kemi xhamiat e mbushura me fëmijë, ku ata bëjnë zhurmë dhe njërë në e prishin rahat lëkin e na që jena pak ma plesh i dhënomi, e nervozomi, themi, a gjibën sabër, shuj se mirë, ma si po na vinë xhami, shuj se puna mirë është. Sa e sot vjen të bo zhurmë xhami, nesër normalisht shkon me ktep, e mëson rregullat, mas nesër bot pak ma i rritur, e kupton ma mirë edhe ma nuk bën zhurmë. Edhe realisht prania këtyre fëmijëve është ajo shpresa e madhe në këtë situatë të vështirë dhe të trubullt me cilën na ballafaqohemi. Të dashur vëllezër, Ramazani është manifestim i mëshirës të madhe të Allahut xhelal. Dikush ka mundësi me thonë, çfarë mëshire, me 14 sat pa bukë pa ujë. Tash na u bën nxeft, edhe pse është mars. Çfarë mëshire? Çfarë fitojmë na me net pa bukë pa ujë? Shifë realisht me mendu pak ma hodh na nuk rim pa bukë pa ujë. Se sa në ditën hanë natën. Nëse dita i ka 24 orë, ti 14 orë agjeron, po 10 orë tjera i kinë disponim hangër me pi. Po çka ndodhë në agjerim? Ndryshon ritmi, orari. Mese me hangër ditën hanë natën. Tja pet pa bukës përre. Po kjo ndryshimi ritmit, t'jep ty dy gjana. E para, ta jep epitetin e meritum, diplomën me merit, se je robi Allahut, adhurusi ti. Edhe dyta, ky ndryshim i ritmit të ushqimit të ndihmon në rikthimin e shnetit. Se trupi kur është i uritur, sistemi është i tillë i krijuar nga Allahu Dhu Xhelal, kur atëre kur s'ka çka han, i han qelizat e dëmtume në trupin e tij. Miliona qeliza, miliarda qeliza përbohet trupi jonë. Edhe disa prej tyre janë të shëndetshme, vitale, të fuqishme, edhe disa prej tyre janë të smura apo të dëmtume. Edhe kur ti rrin i uritur 10 orë, 12 orë, 14 orë, trupi ka nevojë me ushqy, e s'ka yndyrna, s'ka kripra, s'ka sheqerna që i merr nëpërmes ushqimeve. E kjo është puna e inteligjencës që e ka trupi jon brenda për brenda, që ka instaluar Allahu Dhu Xhelal. E trupi jon fillon bën selektimin, qelizat e prishta edhe qelizat e mira. Edhe fillon m'ja dhon trupi vetvetes me ushqim ato qelizat e dëmtume. Edhe ato djegen. Edhe për këtë arsye do thotë njeriu fillon edhe fiton shëndet nga agjërimi. Kur ka zbrit Kurani, kjo mesele shkencore s'ka qenë e njohur. Edhe na nuk agjërojmë për shëndet. Na agjërojmë për pjesën e parë, që ta marrim diplomën me merit si mirë të Allahut. Mirë po tash para 3-4 viteve, një mjek japonez e ka bën një hulumtim të kësaj natyre, edhe ka marrë çmimin Nobel për shëndetësi për shkak të këtij zbulimi. Ai se ka bën emën të Islamit. E ka bën si shkencë. Edhe ka sjell këtë konstatim, kur njeriu është i uritur, trupi vetiu fillon mi hangër qelizat e smurta. E na tash vim mas 14 shekujve kuptojmë pse Allahu Dhu Xhelal pas ka bërë obligim agjërimin me këtë ndryshim të ritmit, që na të fitojmë edhe shëndet. Është një lloj detoksit, ashtu atë djemë të ri që merret me dieta, me stërvitje, me palestra, me fitness, e din që ka të më thonë detoks.
trupi nga ushqimet e këqija që konsumojmë na, mbushet me helme, bëhemi toksik, edhe kemi nevojë na me u pastru për aty helmeve. Shkolla më e mirë, dieta më e mirë, regjimi më i mirë është agjërimi. Edhe të ketë, do thot nutricionistat më të mëdhenj botë edhe do thot dietologët më të mëdhenj botë thënë agjërimi është e para, pastaj vijnë tjerat. Po kjo për ne muslimanët është rezultat automatik i agjërimit. Neve në intereson e para. Ne agjërojmë për me dëshmue krejtëve, vetvetes fillimisht, pastaj edhe tjerëve, normalisht mi tregu edhe Rabbul Aleminit, ti mu më ke kriju, unë kam nevojë të vazhdueshme për ty, askush prej neve s'ka mundësi me jetu, as një qast pa ndihmën dhe për krajën tënde, kur tha ti agjëro, lënë bukën edhe ujin, edhe marrëdhëniet intime për hatër tem, i lash. I lash me të kallëzu që unë jam rob i joti, i ndëgjushëm. Se këtë njerëzit janë rob të Zotit, edhe muslimanët edhe jo muslimanët, edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Po na jemi rob të Zotit të ndëgjushëm, ata janë rob të Zotit pa ndëgjushëm. Se edhe ata i ka kriju Allahu dhe Gjellar. Edhe ata kanë nevojë për Allahun, edhe ata i man Allahu gjallë. Ama të janë pa ndëgjushëm. E robi Allahut i pa ndëgjushëm dëshkohet në dunjë në ahiret. E robi Allahut i ndëgjushëm shpërblehet në dunjë në ahiret. Kjo është një pjesë. Pjesa tjetër o vllazni është se Ramazani është manifestim i mëshirës të madhe të Allahut xhelal. Kur e shef Allahu i madhreshëm se secili prej neve po ngarkohet për çdo ditë me gjunahe, po i mushet thesi, e po i shtohet bara, edhe s'po mundet me majt mo, se çdo ditë po mushet me gjunahe, edhe tu ecë në udhën e jetës e tij, ajo barë tu ju vështirësu, tu ju ranu, e udhëtimi tu ju bo ma e vështirë ma vështirë. 11 muj po esti me atë barë të rëndë, edhe nuk po ka zgjidhje, nuk po ka rrugdalje se ti kime e shkarku atë barë dikon. Veç kënë të e mush. E të vjen Ramazani, mundësi e artë për me bo një lloj popisi, një lloj, do thot, analize, edhe një lloj kalkulimi. Çka të ofron Ramazani? 2 gjana shumë të mëdhaja. E para ta shton buxhetin, e dyta ti pakson harxhimet. Çdo krye familjar, kur e mendon muin, i ka para vetes buxhetin që i hen, rrogën e vet, të ardhunat e tija, edhe i ka daljet, harxhimet. Në atë gjuhën e shkijeve për para, dhe më thonë, hyrje dalje, një domaqin i mirë mundohet me bo balansin mes të hyrave dhe dalurave, që në fund të mujtë mos jese pas një dinar. E tash në Ramazan duhet me menu këtë punë mirë, se në punë ki edhe fitrat me pagujt, edhe hakin e hoqës, se a i keni sos të punë. Bëhet ma kalabullak harxhimi, pa kështohet, duhet me menu edhe këtë punë, hakin e hoqës, se antarësine, fitrat e. Allah një mund gjithve, si dhe mos atyre kshilave të xhamis që u bie hise në fund të Ramazanit me lu xhamatin, nga eret be xhamat. Allah i shpërblen ata se me të vërtet është punë e mundevshme, po edhe shpërblimi është i madh. Ramazani që ka mundësi që ti me i bon 2 veprime të cilat ta ndryshojnë krejt statusin jetës tone. Në pjesën ekonomike, nëse ti të vjen një muj, për shembull ti zakonisht merr 700 euro rrogë, për shembull. Edhe harxhimet mundohesh mi pas 600-650 euro që nëse rrin 0-0 mirë, po bërë mos shkosh minus. E me të met një 50 euro, 100 euro tepër, s'ka më mirë. Po një muj, jo të kanë arë 700 euro, po të kanë arë 700 milion euro.
Ti gëzohesh a mërzitesh? Ti dalin mend për gëzimit. Dhe se ti je mësuar me 700 euro, në këtë muaj të edhe pa kufi. Ka ardhur një mesazh në telefon se beson, thotë, shko kontrolloj kontën tonë se një potere e madhe u bë atje. Edhe ti nuk të gjumi gjithë natën, shko u bë kjo puna. Shkoj me sabat e banka ta shoh atë. Ka rënë, se diçka e madhe ka ndodhur. Edhe e dyta që ka ndodhur që këtë borxhet e kalume që ke pas, borxhet për shtëpinë, borxhet për kerin, borxhet për rrymën, borxhet për dyqanin, borxhet këtë ato tu kanë lënë zero. Ti habite thosh hajde. Çka u bë kjo punë? Këtë borxhet më lanë, më ka ardhur në buxhet një shumë marramense që kurse kam pa ëndër bilem, janë zgandër me pa. E kështu në aspektin shpirtëror edhe sevap është Ramazani. Ta sjell një shpërblim marramendës, që termi gjuhën shqipe marramendës shumë term i bukur, shumë fjalë e bukur. Do të çat shumë e madhe që ti merr mend. Së drin kom. Fillon dridhesh se diçka e madhe, edhe të mundjesh të mundjesh se jam të kuptuar çfarë po ndodh. E vjen agjërimi me ta dhënë një shpërblim marramendës edhe krejt gjunat e kalume me t'i fal. Pse kjo vllazni se Allahu neve na don? Dhe se Allahu e din se na vetë nuk kena mundësi me i la këto gjunoha dhe me arrit këtë shpërblim. Ku është argumenti për këtë që e thama, jam të ja fut kot? Apo kam argument që më shtetem këtë fjalë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i madhëshëm ka thonë as-sawmu li wa ana ajzi'u bihi, agjërimi është i imi dhe unë shpërblej sipas madhërisë time për atë ibadet, për atë agjërim. E nëse një njeri punon gurbet, këtë na presin kur të veri për gurbetit me na e punja 50 euro 100 euro. Pse e 4-4.000 euro rogën e aty. Pitonëve në 100 dinar, 500 dinar i presin. Në fëmija për bajram, neve i presin ka 100 dinar, 500 dinar. Për atyme gurbeqarve i presin ka 20 euro, 50 euro. Po për atyme që kanë miliona, presin ka 500 euro, 1.000 euro. Po për atyme që kanë miliarda, presin ka 5.000 euro, 10.000 euro. Marrës që me thonë 50 euro, miliardat ka thonë Allah. Rabbul Alemini është pronar i këtë gjithësis. Pasuria ti është pa kufi. Nëse ti ke shpresë për 1 miliarderit me thonë 50.000 e 100.000, çka me ndonë sa ka me thonë Allahu, sa ka me ta paguit mundin Allahu. Allahu e pagun agjërimin pa kufi. Pasha Allahun e madh, neve me na nxjerr për para si vlerë monetare, si vlerë materiale, shpërblimin e agjërimit, që xhamia për shembull, është shumë e vogël me mu shket me pare. Është shumë e vogël me mu shket me ari. Shpërblim pa kufi, tje për Rabbul Alemini. Për shkak të këtij respekti dhe kësaj bindje dhe këtij nështrimi që ti ja ke bëu Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo pse vjen në këtë kohë, momenti që ti ke kalu 11 muaj dhe s'ke mujt me ngrit pozitën tonë lart te Allahu i Madhërisëm, të ka sjell agjërimin me çuma lart. Pse? Se Allahu nuk don me pa robin e tij keq. Nuk don me pa robin e tij dopt. Edhe ja mëson Ramazanin që ai me hip manalt, me shpërblime, me pozit. Dhe nënën tjetër, ja ka mundsu në Ramazan krejt gjunat e vitit kalum që i ka me i falë, jo me një vepër, po me disa vepra. Vepra e parë që në ndihmon me i fshi gjunat tona është agjërimi. Vepra e dytë që në ndihmon me i falë gjunat tona është namazi teravis. Vepra e tretë që në ndihmon me i falë gjunat tona është nata e kadrit. Që tash na kena hinë në 10 e fundit, edhe mundohemi me me intensifiku adhurimin ton, që me shpresë se do e arrim natën e kadrit dhe do e rrisim sasin e shpërblimeve dhe gjunat e faluna. Dhe thot, më një anë të fshihen gjunat, më një anë
të rriten shpërblimet. Kjo është manifestim i mëshirës Zotit. Edhe Allahu xhallahu në Kur'an, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi falyafrahu innahu khairun mimma yajma'un." Thuaj, o Muhammed njerëzve, dhuntive dhe mëshirës Zotit le t'i gëzohen, se kjo është më e mirë se krejt pasuria që e grumbullojnë ata. E dhuntia e Zotit dhe mëshira e tij është shiko fe, që ne ka dhënë neve këto ibadete, e këto ibadete neve na japin këto shpërblime, të cilat nuk i ka asnjë fe, nuk i ka asnjë filozofi, veç Islami ka këtë agjërim me këto shpërblime dhe me këto mirësi. E kush e nderon dhe respekton dhe e kryen si duhet, i merr këto shpërblime. Kush e shpërfill dhe neglizhon, normalisht hum shumë prej të mirave që Allahu Dhu Xhelal i ka përgatitur për robët e tij. Një ditë kesh në një takim me disa tregtar, e i thash, a keni për një term që thënë amnesti fiskale? Tregtarët biznesmenët e sotit mas shumë që kanë merak këtë emër. Amnesti fiskale. Këtë fakturat e gabume, të kalume, tatimet e papagume, do të shtetit i falë, me kusht që tash e të tjeme konë në regull. Ose tash na am viserit e kuptim me punën e rrymës, që e mbëll vjen e vëneja, thot, deri tash ka ndodhë që ka ndodhë, e mbyllim atë kapitull, ama tash e të tjeti në regull pagesa. Edhe shumica për një thënë tamam, mas i e falë të kalumen, na jap na premtim për rregullim të ardhmen. E realisht Ramazani ta mëson një amnesti të tillë. Edhe andaj, kur e pyeti Aisha radhiyallahu anha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka ti lutem Allahut nëse unë e qelloj natën e Kadrit? Çka të kërkoj pe Allahut? E mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kërku amnesti. Po jo fiskale, po amnesti gjunahave. Edhe e tha, thuaj oj Aisha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, e don falen, më fal mua. Edhe jo rastisht është ka fundin i Ramazanit. Dhe o Zot na mëso që me afrimin e ditëve të fundit të Ramazanit, që na tërësisht jemi të lamë për gjunahave. Po jo vetëm kjo, po të na lanë gjunahat, edhe të fshihen gjurmët e regjistrimit të gjunaheve tona në regjistrin e veprave tona. Ju e dini ku ta marrësh një fletore me shkruajt, shkruan edhe masë ne e fshin. Po masi ta fshish çka ndodh, ta ajo fletoria, ta ajo fleta jesin, mbeten shenjat e lapsit ku ka shkruajt. Edhe nëse don dikush me di çka ke shkruajt, e merr një letër tjetër, domethënë, e bën me laps edhe del çka ke shkruajt. Do të nëse ngelen gjurmët e të shkruajt mes, ajo që e shkruajt mundet më u rikthy. A nëse i zhduk gjurmët e të shkruajt mes, ajo që është fshi s'ka mundësi mu kthy. E tash ju e dini, kompanitë e ndryshme blejnë do maqina që shkatrojnë letrat. I bëjnë fije letrat, se ti me shkoç copa me dorë, ai dikush e merr pikë te konte bërllokeve edhe e ngjit copa edhe e shef çka ke shkruajt. Atë tash kam bë maqina me e shti me bë fije që mos më mujt me bë bashkë me atë. E nata e Kadrit neve na mundson që na me fitu amnesti e cila e ka kuptimin jo vetëm me na u fshi gjunahet, po edhe gjurmët e regjistrimit të gjunave tona dhe ato më fshi. E kjo shumë e madhe. Për me kuptu këtë meselë dhe me këtë për e përfundoj, një babë kishte pas një birë, një djalë, edhe ishte mundu me këshilu. Edhe i kishte thonë, baba birit vetë, o birë, zhverë që e banë ka një gabim, mere një drasë, në gjiten murë, edhe në gjiten nga një goshtë. Ta shofsh sa gabim edhe sa shpesh i banë ato. Edhe këtë gjallë i ri, normalisht, edhe çdo gabim ka një goshtë, o mosh drasa, plot goshta. S'ka vend më kumë në goshta. Shumë shpejt. Shumë shpejt u mosh. Qashtu edhe, na moshemi me gjunahe shumë shpejt.
Ta bab, ta mush, ta drasa dhe me goshta. Çka të bëj? Po ta tash nise përmirësoj çdo gabim që ke boti. Edhe ku ta përmirësosh gabimin, heke goshtën. Edhe ki anisi tash po shkon ma ka dal. Por me mush shpejt. Ama për mi shkull goshtat po shkon ka dal. Kështu është jeta vëllazër. Gjunat bëhen shpejt. E ki po incidenti, mos marrveshja si bëhen. Sekond, hiç pa prit pa kujtu. Idhnimi. Pajtimi, valla 1 vjet, 2 vjet e pat para një javë në Moran, Karshjagës, 42 vjet hasmi. E u pajtun tash Ramazan, alhamdulillah. 42 vjet. S'kisha pas një qash hasmi 2 vjetër me pas. E të është mirat, shkojnë ka dal. Atë këshia të dakik. Edhe ki djali Anisi, përmison një gabim, hek një gosht, përmison një gabim, hek një gosht, deri sa erdh dita me hek goshtën e fundit. Edhe ai po fluturon për gëzimit, edhe me vrap, o babe, lajmë të mitë kom pro, ha bebi, shko po tha, kejt goshtat i heka. E bebi, tha po, mashallah, sa i zoti, sa i mirë. Po tha, qka ka mon në drast? Tha, kur gjohë, bab, as një gosht. Tha, e birat, tha, po, birat kanë metë. E kjo është e porosia edhe e Zotit që na jep neve, po edhe prindërve të mençur. Këshire mos e bën gabimin, se mos e kemi e përmirësu, ama bira ka me met. E Allahu është më i madh se njerëzit. Neve na ka mundësu që në Ramazan jo vetëm goshtat me hek pidrase, po edhe birat me konzanta. Allah i na pranoftë adhurimet tona, na e pranoftë agjërimin ton, na i falë gabimet tona dhe njerë e shvizoj rasti me frandru këshillën në xhamis. Hoxhën tuaj, juve si xhamat që i kalum këto minuta bashk, duke lutë Allahun që të shpërblen secilin nga një për të gjitha angazhimet dhe punë që i bëjnë, edhe juve për vëmendjen që kishit. Walhamdulillahi rabbil alamin.